Ju uroj mirëseardhje në hapësirën informative Shqipëria Sot. Unë jam Kassandra Pali dhe së bashku do jemi në minutat në vijim për të parë të gjitha zhvillimet kryesore. Ndalemi më njëherë në Lushnjë ku një 43 vjeçar humbi jetën në një aksident të rënd vetëm pak minuta pasi ishte konstatuar nga policia duke kryer manovra të rrezikshme sipas uniformave blu. Sapo ka parë patrullën që po afrohej për ta verifikuar, drejtuesi i mjetit është larguar me shpejtësi dhe nga shpejtësia e lartë fatkeqësisht ka ndërruar jetë. Do lidhemi për të mësuar më tepër mbi rrethanat e kësaj ngjarje me kolegen Valbona Davidi. Valbona, të përshëndes, çfarë dihet deri më tani për rrethanat e kësaj ngjarje? Fatkeqësisht 43 vjeçari arriti të shpëtoj policisë por gjeti vdekjen. Po, Kassandra, ka përfunduar në mënyrë tragjike një aventurë, ndoshta nëse mund të shprehemi kështu, e 43 vjeçarit Ernis Xhumari nga Karbonara e Vogël në Lushnjë, nga fshati Karbonara e Vogël, ka përfunduar në mënyrë tragjike për të pas një nisme apo tentative nga ana e tij, gjithmonë duke i oferuar komunikatës zyrtare të policisë vetëm pak minuta më parë, e cila sqaroi se 43 vjeçari ishte paraqitur rreth orës 4:30 të mëngjesit të sotëm pra në agim të kësaj dite, pranë komisariatit të Lushnjës duke bërë manovra të rrezikshme në rrugë me automjetin e tij tip Benz, madje në një moment ka zbritur nga automjeti dhe duke të rritur me zë të lartë. Pas kësaj është lajmëruar patrulla e gatshme dhe është drejtuar drejt komisariatit në vendin ku ndodhej 43 vjeçari dhe ka tentuar t'i afrohet me automjet, pra efektivët e policisë kanë tentuar t'i afrohen, por 43 vjeçari është larguar me shpejtësi të lartë për t'i shpëtuar në këtë rast patrullës së policisë dhe verifikimit që do të bëhej në një situatë të tillë. Vetëm 6 kilometra, afërsisht 6 kilometra nga komisariati i Lushnjës drejt daljes së qytetit të Lushnjës, në atë që quhet vend rrethrotullimi i ish fabrikës së plasmasit, 43 vjeçari ka humbur kontrollin e automjetit, dyshohet si pasojë e shpejtësisë së lartë, është përplasur me barierat anësore dhe automjeti tip Benz është përmbysur pikërisht në zonën që quhet ishulli i rrethrotullimit, bëhet fjalë pikërisht për atë pjesë të ngritur të rrethrotullimeve, duke përfunduar i përmbysur dhe duke shkaktuar plagë vdekje prurse 43 vjeçarit pra drejtuesit të automjetit. Pra ka qenë një nismë për t'i shpëtuar policisë, por duket se ka qenë fatale për 43 vjeçarin. Ndërkohë që burime nga komisariati i Lushnjës më konfirmuan se e gjithë ngjarja e ka zanafillën, ose dyshohet të paktën se e ka zanafillën pikërisht një muaj më parë, kur 43 vjeçari ka qenë është arrestuar nga policia e Lushnjës për drejtim të mjetit në gjendje të dehur. Duket se kërkon në fakt edhe me një val të fort arrestimesh për drejtim mjeti në gjendje të dehur, sepse përkon edhe me ngjarjen tragjike në Durrës ku humbën jetën 2 fëmijë si pasojë e një shoferi të dehur, pra veprimeve të papërgjegjshme të një shoferi të dehur, dhe menjëherë pas kësaj pati edhe një val të fort reagimesh publike, por edhe nga vetë policia e shtetit duke bërë arrestime në masë të drejtuesve të mjeteve që i hypnin makinës në gjendje të dehur. Por duket se edhe 43 vjeçari, viktima e sotme, ka qenë arrestuar në këtë periudhë dhe është liruar nga gjykata. Me sa duket, menjëherë pas lirimit të tij, ai në një shenjë pak kënaqësie, dyshohet se ka shkuar mëngjesin e sotëm pranë komisariatit të Lushnjës për të bërë këto manovra të rrezikshme apo ndoshta edhe për të shprehur pak kënaqësinë e tij. Nuk e kemi të qartë ende sepse pritet ekspertiza mjekëligjore për gjendjen e tij, nëse ka qenë sërish në gjendje të dehur apo jo. Gjithsesi është prokuroria e Fierit e cila ka marrë drejtimin e hetimeve tashmë dhe do të sparth më tej rrethanat e ngjarjes, por sigurisht edhe gjendjen në të cilën ndodhej viktima, kur kreu këto manovra të rrezikshme në rrugë që në fakt nisën ose u bën burim i një aventure që përfundoi me vdekjen e tij. Ndërkohë, çfarë dihet Valbona për ndoshta precedentët e mëparshëm penal të viktimës? Deri tani kemi vetëm konfirmimin se ka qenë i arrestuar në muajin prill 43 vjeçari Ernis Xhumraja në qytetin e Lushnjës për drejtim të mjetit në gjendje të dehur. Jemi pra një muaj pas arrestimit të konfirmuar
nga policia e Lushnjës për 43 vjeçarin viktimën e sotme, që do të thotë se ka kaluar të gjitha procedurat, ndoshta ka marrë dhe ndonjë dënim të lehtë ose një mas sigurie të lehtë nga gjykata e Fierit, duke lënë të lirë për të përsëritur në fakt të njëjtën situatë, por këtë herë duke shkaktuar vdekjen e tij. Jemi duke ju referuar në fakt gjithmonë burimeve të policisë. Pra jemi vetëm duke u bazuar në atë se çfarë kemi parë në vendngjarje, mënyrën se si ka ndodhur aksidenti, që është në fakt e dukshme sepse automjeti ka psuar dëmtime të shumta dhe përplasja ka qenë e fortë, pavarësisht se nuk ka patur përplasje me mjete të tjera, por thjesht me bordurat dhe më pas duke u përmbysur për shkak të shpejtësisë së lartë, makina është dëmtuar tërësisht duke shkaktuar vdekjen dhe plagë vdekje pruese drejtuesit të saj. Dhe për këtë arsye jemi në atë që mund të quhen burime rrethanore ose burimet nga vendi i ngjarjes dhe burimet zyrtare të policisë, të cilat flasin pikërisht për një arrestim të 43 vjeçarit në muajin prill, por jo për precedent të tjerë të mëparshëm penal. Pra deri tani nuk kemi konfirmim për precedent të tjerë të mëparshëm, por arrestimi i tij i fundit ka qenë pikërisht për ngjarje të mjetit apo drejtim të mjetit në gjendje të dehur, gjithmonë duke ju referuar pra të dhënave zyrtare të policisë së Fierit dhe konkretisht të komisariatit të Lushnjës. Nuk kemi të dhëna të tjera për precedent të tjerë të mëparshëm, por ajo që duhet të themi në këtë rast është fakti se konfirmohet se viktima ka qenë sërish i dehur dhe ka ngar automjetin në gjendje të dehur, dhe nëse do të konfirmohen sigurisht edhe të dhënat e policisë me pamjet filmike nga ana e prokurorisë për manovrat e rrezikshme që ka kryer në orën 4:30 të mëngjesit të sotëm pranë komisariatit të Lushnjës, mund të thuhet se kjo ishte një ngjarje tjetër e rrezikshme nga një drejtues i mjetit në gjendje të dehur, por që për shkak të orarit të lëvizjet e qytetarëve kanë qenë të pakta në këtë zonë të qytetit dhe sigurisht pasojat ishin të logjikshme ose të pritshme që patrulla e policisë do ta ndiqte autorin e një vepre të tillë për ta verifikuar dhe më pas ndoshta për ta arrestuar, por duke u shmangur pikërisht arrestimit, ndodhi pikërisht fakti që 43 vjeçari humbi jetën. E qartë, Valbona, faleminderit për detajet që ndave, ndërkohë që më tej një tjetër aksident rrugor, por fatmirësisht pa viktima, ndodhi në Kanin, ku 2 automjete u përplasën ballë për ballë me njëra tjetrën, si pasojë përplasjes një person ka mbetur i lënduar dhe u transportua me ambulancë drejt Spitalit Rajonal të Vlorës për të marrë ndihmë mjekësore. Në vendngjarje mboritën shërbimet e policisë, të cilat po kryejnë veprimet procedurale dhe po punojnë për zbardhjen e rrethanave dhe shkaqeve të aksidentit. Eci mëtej, gjykata e posaçme dënoi me burg 20 persona të akuzuar për trafik e migrantësh të paligjshëm, ndërsa 4 të tjerë u shpallën të pafajshëm. Gjatë hetimeve, prokuroria e posaçme zbuloi se 2 grupet kriminale kanë vepruar përgjatë viteve 2023-2024, duke përfituar shumë parash për kalimin e paligjshëm të emigrantëve nga Azia dhe Afrika. Gjykata e posaçme ka shpallur vendimin për 23 anëtar të 2 grupeve kriminale, shtetas shqiptar dhe të huaj që kanë transportuar mbi 650 emigrantë të paligjshëm në vendin tonë. Sipas hetimeve, rezulton se kalimet e paligjshme të emigrantëve, kryesisht nga Bangladeshi dhe Kameruni, janë kryer gjatë vitit 2023-2024. Për 19 për tyre vendos dënimi me 104 vite burg gjithsej, teksa 4 prej anëtarëve të këtyre grupeve u shpallën të pafajshëm. Të huajt kryesisht nga Bangladeshi dhe Kameruni u lejuan të kalonin në mënyrë të paligjshme, kufirin shqiptar kundrejt pagesave, që varionin nga 6.000 deri në 8.000 euro. Këto shumë parash paguheshin prej tyre fillimisht në Dubai dhe më pas kryhej transferimi për në Shqipëri. 4 prej të arrestuarve u shpallën të pafajshëm dhe u liruan, ndërkohë që sipas dosjes, kjo veprimtari bëhej duke shfrytzuar aktet ligjore dhe nënligjore që rregullojnë punësimin e shtetasëve të huaj në vendin tonë. Presidenti i Këshillit Evropian, Antonio Costa, vjen sot në Tiranë si pjesë e një turi në vendet e Ballkanit Perëndimor. Zyrtari i lartë i Brukselit do mikpritet nga kryeministri Rama, me cilin do kenë edhe një konferencë për mediat, por për agjendën do kemi në një lidhje të drejtë për drejtë kolegun Andon Kello. Andon, çfarë dihet për agjendën e presidentit të Këshillit Evropian, Antonio Costa, dhe çfarë do të thotë vizita e tij në kryeqytetin shqiptar, vetëm një javë pas konferencës ndërqeveritare Shqipëri-BE?
Po, presidenti i Këshillit Bashkimit Evropian Antonio Costa sapo ka filluar vizitën e tij gjysmëditore në Tiranë, e cila vjen në kuadër të një turi vizitash në Ballkanin Perëndimor që përmbyllet në datën 5 qershor me samitin në Tivar të Malit Zi mes liderëve të Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor. Aktualisht Antonio Costa ka zhvilluar një takim në Pallatin e Brigadave me presidentin e Republikës së Shqipërisë Bajram Begaj, ndërsa çështje minutash pritet mbëri në kryeministri me pritjen e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama. Delegacionet europian dhe shqiptar do të kenë një takim një orësh në kryeministri dhe më pas një konferencë rreth 30 minuta mes kryeministrit Edi Rama dhe presidentit të Këshillit Bashkimit Evropian Antonio Costa, ndërsa në fund ai do të zhvillojë bashkëbisedim me studentët e Kolegjit të Europës për të përmbyllur këtë vizitë dhe për të vijuar më pas dite me agjendën e tij drejt Maqedonisë Veriut dhe nesër drejt Kosovës dhe Serbi. Sigurisht është një vizitë e rëndësishme. Presidenti i Këshillit Bashkimit Evropian Antonio Costa e ka dhënë edhe një mesazh para nisjes së këtij turi në Ballkanin Perëndimor, duke deklaruar se Bashkimi Evropian është për zgjerimin e Unionit me vendet e Ballkanit Perëndimor. Ky është mesazhi, por tani është koha që vendet kandidate të japin rezultate dhe kur përmenden vendet kandidate, frontrunner sigurisht janë Mali Zi me Shqipërinë. Kjo vjen edhe në një moment të mirë për Shqipërinë, kur është miratuar raporti i Komisionit të Jashtëm të Parlamentit Evropian për dhënien e dritës jeshile për mbylljen e negociatave, si dhe kalimi i raportit të ndërmjetëm i bar. Qartë. Mirë, faleminderit Andon për detajet. Integrimi në Bashkimin Evropian është një objektiv i arritshëm për shumicën e shqiptarëve. Në sondazhin e ABC News, 60% e të anketuarve besojnë se në vitin 2030 Shqipëria do të jetë pjesë e Unionit. Hapat e shpejtë drejt integrimit me rit e qeverisë Ramës kanë ngritur në sondazh mbështetjen për Partinë Socialiste në 48%, ndërsa mbështetja për Partinë Demokratike është 23.7%, por më shumë se gjysma e të pyeturve në sondazh mbështesin deklaratën e deputetit gjerman në vendin e Partisë Demokratike se kësaj force politike i duhet një kryetar i ri. Shqiptarët mbeten optimist në shumicë për anëtarësimin në Bashkimin Evropian. Në sondazhin javor, zëri shqiptarëve në ABC News rezulton se përqindja e qytetarëve që besojnë tek anëtarësimi në vitin 2030 mbetet mbi 60%. Shumica e optimistëve janë socialistë, pasi 25% elektorat demokrat besojnë ende tek teza e Berishës se nuk integrohemi dot. 13.8% e shqiptarëve janë ende të dyzuar, me ndoshta. Kohët e fundit mesazhet negative vijnë nga Gjermania, por këtë herë bomba plasi brenda Kuvendit Kombëtar të Partisë Demokratike. Deputeti i kancelarit Merz, Peter Beyer, kërkoi zgjedhjen e një kryetari të ri, ndërkohë që Berisha sapo është rizgjedhur. Bomba e dytë vjen nga vetë qytetarët. Mbi 53% e tyre e mbështesin deklaratën e Beyer dhe kërkojnë zgjedhjen e një kryetari të ri në krye të Partisë Demokratike, jo Berishën. Socialistët në mas 28% mendojnë po të njëjtën gjë. Meqense Berisha ishte me gjermanët kundër integrimit evropian, tani le t'i dëgjoj edhe për kreun e ri të Partisë Demokratike, kurse 18.5% demokrat mbeten besnik të doktorit, thonë se Gjermani këtë herë e teproi. Por cili është kryetari i ri që kishte në mendje Gjermani Beyer? 33.6% janë të sigurt se kishte fjalën për Jorida Tabakun. Vetëm 7% mendojnë se Gazmend Bardhi, por një shumicë prej 59% nuk janë as për njërin as për tjetrin. Të dy i shohin si krahët Berishës dhe jo alternativa të reja. Pra Beyer ka patur në mendje dikë tjetër, me siguri dikë që sot Berisha nuk e ka në krah, por përballë. Megjithatë, integrimi evropian mbetet me rit e Ramës dhe kjo e ngre Partinë Socialiste gjatë kësaj jave në 48%, vetëm 4 pikë më pak se zgjedhjet e 11 majit. Edhe Partia Demokratike e Berishës ka rritje në 23.7%. Kjo rritje me siguri vjen nga ripërtëritja madhështore e Partisë Demokratike, me në krye Arkimed Lushajn, Allia Stresin. Ndoshta vota si këngëtar nuk sjell, por klikime dhe fansa për ca javë edhe mundet. Por ndërsa temperaturat ngrihen dhe vera vjen, shqiptarët mendojnë më tepër për plazh sesa për politikë. Sezoni turistik sapo është çelur dhe gjithmonë debati lidhet me çmimet. A janë çmimet e larta në Shqipëri? Mbi 65% e shqiptarëve thonë se rritjen e çmimeve e kanë të dëgjuar nga të njohur. 29% janë të bindur se çmimet janë të larta sepse e provojnë personalisht. 5.3% të tjerë nuk mendojnë se çmimet janë të larta në Shqipëri.
Kryeministri Edi Rama i është përgjigjur kritikave për projektin turistik në Zvërnec, duke sjellë në vëmendje shembullin e resortit grek Costa Navarino, sipas tij edhe ai projekt është shoqëruar me protesta, peticione dhe paralajmërime për katastrofë mjedisore, por sot konsiderohet një nga destinacionet më prestigjioze në Europë. Rama thekson se edhe Shqipëria mund të ketë një projekt të ngjashëm në Zvërnec, duke cilësuar investimin si një mundësi për zhvillimin ekonomik, turizmin dhe krijimin e mira vendeve të punës. Edi Rama është përgjigjur kritikave dhe reagimeve që vijnë edhe nga Greqia me një resort në shtetin Fqinj, që ka patur një histori kundërshtimesh e kritikash siç ndodh këto ditë në vend për Zvërnecin. Sa më e madhe ëndra, aq më i madh paragjykimi i tyre. Sa më ambicioz projekti, aq më e madhe katastrofa e paralajmëruar. Sa më i madh ndërtimi, aq më i llahtarshëm përgojimi atyre që ndërtojnë. Edhe për resortin në shtetin Fqinj, Costa Navarino, kur u hodhi ideja projektit, u tha në Greqi se do të varrosej me beton një nga pejsazhet më të bukura të Mesdheut. Për ta kundërshtuar projektin u bën peticione, protesta dhe debate. Por sipas Ramës sot, ai resort është simboli transformimit të një ëndre të bukur në një realitet mbreslënës dhe një nga destinacionet turistike më prestigjioze të Europës. Po Shqipëria s'mund ta ketë Costa Navarino në saj, patjetër që po, madje ende më rrezatuese, botërisht mu aty në Zvërnec. Po si e qysh, kjo nuk ka lidhje me historinë e këtij postimi, po me historinë e një projekti që ka ambicien të krijojë destinacionin më tërheqës të kësaj ane të Mesdheut. Në këtë reagim, Rama thot se Costa Navarino sot gjeneron miliarda para dhe standarde të larta turizmi. Çështja e Zvërnecit është ndjekur me vëmendje edhe në Greqi. Shtypi grek ka qenë mjaft aktiv, ndërkohë që nga shteti Fqinj janë nisur dhe autobus të mbushur me njerëz për të marrë pjesë në proteste në Tiranë. Një foto nga Kakavia tregon autobus të organizuar nga shteti grek për të protestuar në lidhje me investimin në Zvërnec. Debatet për Zvërnecin në Shqipëri kanë sjellë një interesim të madh edhe nga Greqia. Shtypi grek ka qenë mjaft aktiv në lidhje me çështjen, ndërkohë që nga shteti Fqinj janë nisur dhe autobus të mbushur me njerëz për të marrë pjesë në proteste në Tiranë. Këtë e ka pohuar analisti Arben Meçe në emisionin Real Story në ABC News, kur foli për çështjen dhe protestën e mbajtur. Meçe tregoi dhe një fotografi nga Kakavia, ku shihen njerëz dhe sipas tij janë autobus të organizuar nga shteti grek për të protestuar në lidhje me çështjen e pronave në Zvërnec. Ndërkohë në foto duket se edhe një tabel ka mesazhin Zvërneci është pronë greke. Shive tani, kjo është protesta sot. Kjo është foto e sotme? Sotme. Sepse oqi sto resort, ston, Zvërnec, e tjera. Pra këta këtu, ja ku e ke shkrimin, janë protestuesit që ke sot protest. Janë 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 autobus. Sa veta bëjnë? Nga Greqia sot. Tani, qa mund të vazhdojnë bisedë në tutje sot? 500-600 veta minimalisht. Çfarë mund të... Po këta po vinë nga Greqia. Po strukturat greke që janë aktive sot në Shqipëri. Ja këta e bëjnë protest në atje. Prandaj kjo protest, dhe ju me drejt kapët problemin e shtetit shqiptar atje që duhet fuqizoj skemën, sepse këto autobusa kanë qenë edhe për zgjedhjen e Berlerit. Këta autobus kanë qenë. Në këtë formë dhe atere. Dhe i kemi fotografitë asaj kohe. Dhe në qoftë se ne jemi përpara kësaj situate, ku protestën po organizojnë njerëz të sjellë nga Greqia, çfarë morali ka kjo protestë? Edhe gazeta më e madhe greke Kathimerini raportoi në lidhje me ngjarjen ndërsa konfirmoi faktin se nga Athina janë nisur të premten 2 autobus me njerëz për protestën në Zvërnec, ndërkohë në Tiranë qytetarët dolën në bulevardin Dëshmorët e Kombit në ditën e 2 të protestës në lidhje me projektin për ndërtimet në Zvërnec. Ata kërkojnë anullimin e projektit. Sipas kryeministrit Edi Rama, projekti përfaqëson një investim historik për 4 miliardë eurosh, i cili do të sjellë një ndikim të madh në zhvillimin turistik të vendit tonë. Ndërkohë ne do vijmë të qëndrojmë po te kjo ngjarje, është kolegja Alketa Shaba, e cila ka siguruar për ABC News edhe video të cilat tregojnë që mbërrin autobus të organizuar nga shteti grek për të protestuar në lidhje me investimin në Zvërnec. Lidhemi tani me Alketa Shaba. Alketa, të përshëndes, pak ka hapur një çështje kryesisht, a do të hetojë edhe për këto?
Të përshëndes Kasandra, krahas kronikës që ndoqëm tani, ku ka patur një pamje filmike e cila ka faktuar pikërisht ardhjen e shtetasve grek në protestën që është mbajtur ditën e djeshme në kryeqytet, që në fakt nuk ka qenë episodi i vetëm, pasi ka patur edhe një tjetër episod të ardhjes së dy autobusëve nga Greqia në drejtim të Nartës. Bëhet fjalë për një pamje filmike e cila është shënuar në datën 30 maj mëngjesin e së shtunës. Pamje filmike të cilat ABC News i siguron ku duken në rrethullimin e rrugës Transballkanike janë dy autobus me targa greke të cilat marrin drejtimin për të kthyer në Nart. Janë pamjet të cilat janë regjistruar në orën 6:45 ku protestuesit grek shkojnë në drejtim të Zvërnecit, aty ku dhe pati një protestë të dhunshme që u regjistrua ditën e shtunë për shkak të çështjes së pronave pikërisht në Zvërnec. Në fakt duhet të thënë që kjo situatë ka qenë edhe në qendër të medjave ditët e fundit, pra është një çështje patjetër e diskutuar dhe Prokuria e Posaçme Antikorrupsion ka hapur tashmë edhe një procedim kryesisht sa i përket kësaj çështje, ku pritet që tashmë të bëhen dhe të administrohen edhe këto pamje filmike të Nartës dhe të bëhen pjesë e fascikullit hetimor të Prokurisë Posaçme Antikorrupsion për të hetuar në rast se ka patur apo jo edhe një ndikim nga ana e shtetit grek për pra një ndikim apo një sabotazh nga ana e shtetit grek sa i përket pikërisht protestës e cila u zhvillua pak ditë më parë në Zvërnec, ku siç thash ka patur një situatë goxha të dhunshme edhe me reagimin policie të cilat u sollën më pas me protestues që u shoqëruan apo edhe me persona të cilat u ndaluan nga ana e policisë. Megjithatë, në një farë mënyrë këto pamje të cilat edhe ju po i shfaqin në ekran deri diku vërtetojnë edhe tezën e kryeministrit Edi Rama, i cili edhe ditën e djeshme mbajti një konferencë për mediat për çështjen e Zvërnecit, ku sipas zotit Rama ka qargje të caktuara të cilat në fakt po stimulojnë edhe rezistencën artificiale për të sabotuar investimin disa miliardësh euro që po bëhet në Shqipëri. Në fakt ka dyshime pra se shteti grek po ndërhyj në mënyrë që të mos bëjnë investime të këtyre përmasave në shtetin shqiptar. Megjithatë, siç thash, do të jetë Prokuria e Posaçme Antikorrupsion dhe organet e tjera kompetente për të hetuar tashmë edhe këtë çështje dhe për të administruar tashmë edhe këto pamje filmike, të cilat, siç thash edhe një herë, është një episod i regjistruar në datën 30 maj, kur ka qenë protesta e parë e dhunshme, protesta e parë ku pati përplasje të asaj natyre, konkretisht në Zvërnec, ku kishin dhe banorë të zonës dhe aktivistë që patën përplasje qoftë me policinë private, ku edhe u tërhoq zvarr një shtetas, për të cilën në fakt policia e Vlorës arrestoi një person dhe u shoqëroi disa persona të tjerë. Megjithatë, do të jetë një çështje e cila në fakt do të tashmë nga ana e Spakut, po ndiqen hetimet nga prokurore Elida Kaçkini dhe nga ana e prokurorit Altin Dumani, ku do të mbetet për të parë në rast do të ketë apo jo dhe një administrim të këtyre pamjeve filmike dhe në rast do të hetohet hyrja dhe ardhja e këtyre shtetasve grek në drejtim të Zvërnecit apo qoftë në drejtim të kryeqytetit për të marrë pjesë në protestat e pikërisht për të kundërshtuar ndërtimin e një rezorti në këtë zonë. E qartë. Mirë, Alketa, faleminderit për raportimin e drejt për drejt. Temat mjedisore, etnike dhe kulturore janë ndër më të përdorurat për të krijuar fushata dezinformimi në Ballkanin Perëndimor. Instituti për Demokraci dhe Asistencë Elektorale në raportin e vitit 2025 ka dokumentuar se aktorë të huaj të lidhur me interesa ruse, kineze dhe rajonale përdorin rregullisht këto tema për të ndikuar në opinionin publik. Sipas institutit, për të tilla tema bëhet shumë e vështirë që të dallohen faktet nga argumentat e rreme. Instituti për Demokraci dhe Asistencë Elektorale ka dokumentuar se aktorë të huaj të lidhur me interese ruse, kineze dhe rajonale shfrytëzojnë rregullisht temat mjedisore, etnike dhe kulturore për të koordinuar fushata dezinformimi në Shqipëri dhe shtetet e tjera të Ballkanit Perëndimor. Sipas raportit të Institutit Suedez për vitin 2025, mjedisi është kthyer në një nga temat më të preferuara sepse arrin të ketë impakt emocional tek qytetarët dhe i mobilizon ata, për më tepër që bëhet shumë e vështirë që të dallohen faktet nga argumentet e rreme. Duke përdorur fushata të dedikuara dezinformimi, këto problematika të stisura synojnë të minojnë besimin tek institucionet dhe të ndikojnë proceset demokratike. Rajoni i Ballkanit po përballet me sfida të ngjashme që lidhen me polarizimin politik, përhapjen e dezinformimit në rrjetet sociale dhe dobësitë e ekosistemit mediatik. Këto kushte krijojnë mundësi që të promovohen narrativa përçarëse dhe të nxitet mosbesim ndaj institucioneve politike. Në një mjedis ku informacioni qarkullon me shpejtësi përmes platformave digjitale, dezinformimi mund të ndikojë jo vetëm perceptimet politike, por edhe kohezionin social. Jemi rikthyer në këtë transmetim të drejt për drejt. Në këtë moment në ekran po shohim edhe mbërritjen e presidentit të Këshillit Evropian, Antonio Costa, i cili po përshëndetet dhe po mikpritet nga ana e kryeministrit Edi Rama pikërisht në godinën e kryeministrisë.
Shohim mikpritjen që shefi qeverisë shqiptare i bën presidentit të Këshillit Evropian, Antonio Costa, i cili ka mbërritur në Tiranë si pjesë e një turi në vendet e Ballkanit Perëndimor, një mikpritje e ngrohtë mes përqafimesh dhe shtrëngime duarsh nga ana e shefit qeverisë shqiptare dhe presidentit të Këshillit Evropian. Kemi ndjekur në këtë transmetim të drejtë për drejtë pikërisht mbërritjen e Antonio Costës në godinën e kryeministrisë. Ndërkohë, do të kemi mundësinë që në edicionet e tjera të ndjekim edhe konferencën që pritet ketë mes kryeministrit Rama dhe Antonio Costës. Ecim më tej me të tjera zhvillime. Bashkia e Vlorës ka shpallur masat e posaçme për sezonin turistik veror 2026. Nga 5 qershori deri në 15 shtator do të pezullohen punimet e ndërtimit në zonat urbane dhe turistike, ndërsa do të kufizohet qarkullimi dhe parkimi i mjeteve të tonazhit të rënd. Sipas autoriteteve vendore, vendimi synon që të lehtësoj trafikun, që të rrisë sigurinë publike dhe të garantoj një sezon turistik sa më cilësor për pushuesit dhe vizitorët. Më konkretisht, bëhet fjalë për një vendim të marrë nga ana e Bashkisë së Vlorës, që pezullohen përkohësisht punimet në zonat urbane dhe turistike të Bashkisë së Vlorës, përfshirë qytetin, pjesën e Lungomares, Kelën, ujin e ftohtë, plazhin e vjetër, Radhimën, Orikumin, Jonufrin, Nartën dhe akset kryesore turistike. Ndërkohë përjashtim nga ky rregull bëjnë vetëm punimet infrastrukturore dhe shërbimet publike të autorizuara nga ana e bashkisë. Është ndaluar qarkullimi i mjeteve të rënda mbi 3.5 ton të premten nga ora 15 deri në mesnatë dhe të shtunën dhe të dielën. Gjatë gjithë ditës do të ndalohen pikërisht mjetet e rënda, ndalohet kryerja e ngarkim-shkarkimit nga mjetet e transportit të mallrave nga 1.5 deri në 3.5 ton, por të tjera detaje na i thot në këto momente kolegu Eltonika. Elton, të përshëndes, unë paka shumë i përmënda thuajse të gjitha udhëzimet që janë dhënë nga ana e Bashkisë së Vlorës, por çfarë synojnë këto masa? Në fakt, që të ju, masat do të përfshin një në fat kohor duke nisur nga data 5 qershor deri në datën 15 shtator, pra gjatë gjithë sezonit turistik në Vlorë, dhe janë masat ndërmarra për mbarvajtjen sa normale të sezonit turistik, evitimin e problematikave në qarkullim, pengimin që mund të sjellin mjetet e tonazhit të rënd me qëllim aksesimin sa më lehtë dhe pa probleme qoftë pushues e vendas, por dhe turistët huaj të cilët do të zgjedhin Vlorën gjatë kësaj vere për të pushuar. Fokusi zhvon kryesisht të ndërtimet të cilat janë në zonën e Bregdetit, por dhe mjetet e tonazhit të rënd, të cilat kryesisht duke nisur nga e premtja, por edhe të shtunë të diel, pra në fundjavë të shtunë të diel nuk do të qarkullojnë pothuajse fare në rrugët e qytetit të Vlorës, jo vetëm në zonat saktuara, por në gjithë qytetin e Vlorës, ndërkohë që edhe të premten kufizimi i tyre do të jetë prej orës 15 deri në orën 24. Bashkia e Vlorës, në njoftimin e saj, ka bërë me dije se nga kjo periudhë, pra nga data 5 qershor deri në datën 15 shtator, do të ketë edhe pezullim të ndërtimeve që do të jenë në zonat turistike, pikërisht aty ku ka turistë dhe këta të fundit që vinë për të pushuar, për të bërë plazha, po edhe për të qetësuar, dhe normalisht problematika të tilla sillin edhe shqetësime tek pushuesit. Nuk do të lejohet edhe parkimi i mjeteve të tonazhit të rënd, por edhe të automjeteve kampera që përdoren kryesisht nga turistët e huaj për të parkuar në zonat saktuara, siç është bulevardi kryesor i qytetit të Vlorës, apo edhe zona përgjatë Lungomares, për të shmangur çdo lloj problematike që mund të krijohet. Bashkia e Vlorës e ka bërë këtë njoftim që ditën e sotme, pra në datën 2 qershor, për të vënë në dijeni të gjitha subjektet e ndërtimit, por edhe qytetarët e Vlorës, por edhe gjithë drejtuesit e mjeteve tonazhit të rënd, që duke nisur prej datës 5 qershor do të hyjë në zbatim edhe ky udhëzim i përcjellur nga Bashkia e Vlorës. Në fund të saj, pikërisht Bashkia bën me dije se do të monitorohen gjithë ato subjekte apo
qoftë drejtues mjetësh të cilët shkelin këto rregulla dhe padyshim që do të ketë ndëshkime që do të variojnë nga gjoba, por edhe ndëshkime të tjera të cilat parashikohen nga ligji. Në fakt, përsëris, ky nuk është viti i parë që Bashkia e Vlorës ndërmerr një udhëzim të tillë pikërisht në sezonin turistik, por edhe vitin e kaluar kemi patur pikërisht një udhëzim të tillë që ka të bëjë për mbarvajtjen e sezonit turistik në qytetin e Vlorës, por edhe kryesisht në zonat përgjatë vijës bregdetare. E qartë. Mirë, Elton, unë të falenderoj për raportimin e drejt për drejt. Faleminderit juve. Do ndalemi tani të zhvillimi më i fundit, është i presidenti i Republikës Ilir Meta, i cili ka mbërritur pak minuta më parë në fshatin Qepan të Skraparit. Ai u nxor këtë mëngjes nga ambientet e paraburgimit që të marrë pjesë në ceremoninë mortore të teatrit Recep Meta, në këtë pamje të siguruara nga e dërguara ABC News Bleona Sari në fshatin Qepan të Skraparit. Janë pamje të cilat tregojnë edhe shoqërimin e ish presidentit Ilir Meta nën masa të posaçme sigurie nga ana e policisë së burgjeve. Shohim në këtë transmetim të drejt për drejt edhe pamje teksa ish presidenti Meta mbërrin në fshatin Qepan, shoqëruar nën masa të repta sigurie dhe nën forcat shumta të policisë së burgjeve për të marrë pjesë kështu në ceremoninë e varrimit të teatrit Recep Meta, i cili ndroi jetë vetëm një ditë më parë në moshën 83 vjeçare. Duhet thënë që autoritetet gjithashtu i kanë miratuar një leje për ditën e nesërme ish presidentit Meta për të pritur edhe ngushëllimet e familjarëve, miqve dhe bashkëpunëtorëve për ndarjen nga jeta të teatrit. Pjesëmarrja në ceremoninë mortore nga ana e Ilir Metës është organizuar nga një prezencë tejet e madhe e forcave të policisë së burgjeve dhe autoriteteve përkatëse. Shohim në këto momente ish presidentin e vendit që takohet edhe me miqtë të afërm në ceremoninë e varrimit të babait të tij, pikërisht në Qepan të Skraparit, në vendin e lindjes të ish presidentit Meta. Duhet thënë që sipas burimeve ai pritet të kthehet pas dite në qeli për të dalë sërish mëngjesin e nesërm, ku i është dhënë leja nga ora 9 e mëngjesit deri në orën 9 të darkës me miratimin e prokurorëve të SPAK, që ai të marrë pjesë edhe në pritjet për ngushëllim që familja e Metës organizon këtu në kryeqytet. Varrimi do të mbahet në Qepan të Skraparit ditën e sotme, prej edhe na vijnë këto pamje të Metës. Do të mbahet në orën 12 dhe leja parashikon, pra leja e firmosur nga SPAK ditën e sotme për Metën, që ai të qëndroj edhe në drekën që shtrohet pas ceremonisë mortore. Babai i Metës, Recep Meta, ndroi jetë të hënën moshën 83 vjeçare, që prej orës 7 mëngjesit ai la qelinë e paraburgimit dhe u shoqërua drejt Qepanit të Skraparit për të marrë pjesë kështu në ceremoninë mortore për ndarjen nga jeta të babait të tij. Shohim një prezencë të madhe të njerëzve të pranishëm, po ashtu edhe të medjave, pasi duhet thënë që Meta është lënë i lirë ditën e sotme vetëm në varrimin për të marrë pjesë në varrimin e teatrit. Kemi mbritur kështu në përfundim të hapësirës tonë informative Shqipëria Sot. Të tjera zhvillime ju mund t'i gjeni duke klikuar në faqen zyrtare abcnews.al. ABC News mund t'a ndiqni edhe në radio në frekuencën 105 FM. Me edicionin e mesditës në orën 12, do jeni me kolegen Fabiola Hoxha në bashkë ndajmë këtu. Faleminderit për vëmendje.